Jezusi më i mirë nga ju, më i mirë se unë patjetër, më i mirë se ne patjetër, është rob i Zotit, është i dërguar i Allahut. Dhe gjithë pejgamberët e Zotit janë më të mirë se ne. Por Jezusi është rob i Allahut dhe është i dërguar i Zotit. Është njëri ndër profetët më të zgjedhur të Zotit gjithësisë. Dhe patjetër profetët janë njerëzit më të mirë. Dhe më i miri i të gjithëve është vula e profetëve Muhamedi alayhis salam, i cili thot në një hadith: "Unë jam zotriu i bijve të Ademit." Profeti alayhis salam. Jezusi erdhi si përgëzues për ardhjen e profetit Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. Ku thot: "Wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmed." Dhe kam ardhur pra, siç kuptohet prej ajetit, si përgëzues për një profet i cili vjen pas meje, i cili quhet Ahmed, pra Muhamedi alayhis salam. Jezusi Isa alayhis salam ishte rob dhe i dërguar i Zotit. Qala inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Tha Isai, pra Jezusi, un jam robi i Allahut. Më ka dhënë librin, pra Ungjillin, dhe më ka bërë profet. Më ka thot në një ajet tjetër, pra më pas, më ka bërë të begat kudo që t'jem, të bekuar, pra njeri të dobishëm për njerëzit kudo që t'jem, pra në ndihmë të njerëzve kudo që t'jem. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dhe më ka porositur, më ka urdhëruar që të fal pra namazin, të jap zakatin, pra sa t'jem gjallë. Wa barram bi walidati, dhe më ka bërë pra Zoti i gjithësisë që të jemi sjellshëm me nënën time. Profeti i Zotit Isa alayhis salam, patjetër më i mirë se ne. E lutim Zotin e gjithësisë që të na bëjë prej atyre që i duan, i respektojnë profetët e Allahut të lartësuar dhe besojnë në profetët e Zotit gjithësisë që është shtyllë për shtyllave të imanit. Dhe patjetër, duke besuar dhe pasuar profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, ne i besojmë të gjithë profetët e Allahut të lartësuar dhe i duam ata të gjithë, ndërta edhe Jezusi Isa alayhis salam.